Të dashur shikues, jemi rikthyer sërish në studio dhe tashmë është koha që të realizojmë një bisedë me kolegën Ardiana Dragusha dhe po ashtu edhe Mirsime Jupi. E di që e paralajmërova vetëm Ardianën, por duhet me përmend që pjesët e rinjve më të shpeshta sa i përket emisionit Jeta, emision ky që promovon bukuritë natyrore të Kosovës, është po ashtu edhe kolegu Mirsime Jupi, i cili është kameraman. Mirëmëngjes, kënaqësi të kenë në studio. Mirëmëngjes Fatjon, faleminderit ty shumë. Duhet vetëm të përmend që gjithçka me cimin ka spontan këtë rast e kemi pasur në studio dhe pse jo mos me e promovu punën e kolegëve tonë kameraman që me të vërtetë e bëjnë shumë të mirë, edhe kjo është rezultati i pamjeve të cilat Cimi i sjell përmes emisionit Jeta, një dyshe e pandashme tash e 4 vjet, se po më duket që sa kohë e gjirojmë emisionin Jeta. Po, më duket që është a 5 vjet a 4 vjet, si jam bashkë e sigurt veç. Na ka ecë mirë edhe po më duket që shumë na ka ecë mirë edhe shumë kalojna mirë. Faleminderit për te që më në fund në ke thirrë vetë, aty në tjera ose ju kalon më. Kënaqësi shumë ju pas të dëve, po ashtu padyshim që është e rëndësishme jo vetëm pjesa e ideve që i kemi sa i përket terreneve, por po ashtu edhe pjesa e pamjeve të mrekullueshme, të cilat vijnë kështu çdo javë në emisionin Jeta, që përmenda që i promovon bukuritë natyrore, por po ashtu edhe i promovon personazhe të ndryshme sa i përket kontributit të tyre në vendin tonë. Ardian, a na tregoni pak se çysh është një ditë e juaja në terren? Patjetër, Fatjon, natyrisht çdo herë faleminderit ekipës që na e kanë besuar realisht me realizu një emision të tillë, siç është Jeta, që me të vërtet jemi kënaqur gjithmonë në çdo ekip, në çdo terren realisht që kemi qenë bashkë me Cimin. Anë Banë Kosovës, edhe nuk e di nëse na ka mbetur ndonjë komunë që s'kemi qenë tashmë Cim, e di që në krejt vendet e Kosovës ka shumë raste kur edhe vetë tashmë na shkruajnë për me vizitu fshatrat, por ata që e kanë ndjek e dinë që gjithmonë është promovimi një vend banimi të caktuar në Kosovë, një fshat për mënyrën e jetesës së dikurshme, jetesës që bëhet sot, edhe këto diferenca ose ndryshimet që janë ndër vite po themi. Edhe pse na me Cimin gjatë kosa gjithmonë qarkullojmë në për ato lagjet e fshatrave kudo që jemi, e shohim që është pak problem me has në banor të rastësishëm për shkak të shpopullimit që është bërë tash disa vite. E kam cek në disa herë, sa herë që kemi pas biseda kështu edhe në ekran, por edhe jashtë atij që ka shumë, si me thonë, shumë kritika ose si me thonë, thonë që po bëni propagandë ndonjëherë, sepse nuk është realiteti ashtu. Jo, realiteti është i tillë sepse ne jemi në një vend banim caktuar edhe shohim që nuk ka banor, nuk ka vendës aty pra që qëndrojnë rezident në shumicën e fshatrave, po themi, ose është përgjysmim i popullsisë. Ata e ndërtojnë një mirëqenie të tyre diku tjetër, edhe mandej është problematike që kur i rregullon gjanat diku tjetër me u kthy prapë prej zeros. Po megjithatë, terrenet më së miri përshkruan Cimi pak, sepse e di që pak janë nxjerr jetën. Edhe në aspektin e kërkesave, jo po e bëj këtë stand-up, jo këtë tjetrin, po ma mirë na tregu. Jo, na jena si grup, na kalojna shumë mirë. Falë këtij programit na ka mësuar me i pa edhe fshatra që na nuk i kena pas. As nuk ja ku ditë vendin ku kanë, as emnin, as so vetar nujnë ashtu. Është një fakt që fshatrat janë të met vetë. Edhe kjo është fakt që duhet me ndiku diçka për ndryshe, s'kena me pas as ku me shku me gjiru mo, se janë të met fshatrat vetë. Është grupa e mirë, puna botë e letë, me këto në shumë letë me punu. Me njeri që din me punu është shumë letë, me ato që din është pak ma vështirë, kështu që shumë mirë kalojnë. Për gjithë shikues se na vazhdimisht po thojmë Cimi edhe po faktikisht në televizionin ton, po ashtu edhe për persona që një Cimi që i ka më të afërt, e njohim kështu jo si Mirsim, por si Cim, edhe Cim kisha dash pak prej teje me dëgju edhe këtë pjesën ti po e potencon vazhdimisht që po ka është një mundësi shumë e mirë, duke qenë se jo vetëm që kryen punë në këtë rast, por po ashtu edhe viziton disa prej fshatrave. Kisha dash me dëgju pak prej teje se çysh të duket kur i sheh krejt bukuritë natyrore, edhe po ashtu kur një persona të ri je vazhdimisht në terren me ta, je në kontakt me ta dhe më na përshkruaj pak edhe këtë pjesën se çfarë përparësi ka pjesa e terrenit. Neve na bjen me shku në për shumë vende, po ne nuk isha besu që ka shumë bukurinë natyrore në Kosovë, për derisa nuk më ka ra me dalë çështë me xhiru. Ka shumë bukurinë natyrore, kur na bjen me dalë me xhiru jetën, unë çfarë ditë nuk e njeh që jam në punë. Si ekskursionte. Si ekskursionte. Edhe kalojna shumë mirë, kështu që ftesën pe sudit, po ta bujna mundesh me orna ditë me xhiru me neve. Të bjen me jetë pak, po nuk ka vojnë. Jo pak, po gogja shumë, se tash po e ndoj terrenin e javës kalume, Cim, kur kemi qenë në zonën më të dashur për Mirsime Jupin, që është Llapi, prej nga dhe vjen, e që është Maja e Musincës, Fatjon,
Me thonë drejtën edhe në herët e tjera, se tash edhe me emisionin Jeta Sot, që pas pak do të nisim transmetimin drejt për drejt, kur i përfundojmë bisedën këtu, po është pak ma problematike, ndoshta me ngjit majat shumë klarta, për shkak se përfundon emisionin në orën 10, mandej çështja e rrugës e krejt është jo ndoshta problem vetëm për ne, por edhe për personazhet që na presin për shkak të rutinës ditës, ngarkesës që e kanë. Po a ditë jemi nis për gjysmën e rrugës, po e tregojmë kështu drejt, sepse shikuesit kanë me pas mundësi edhe me pa këtë edicion javën që vjen. Na kanë thënë që nuk po e ngjesim për shkak se është problem, i binte ora dikon 12, nëse s'gaboj, kur kemi mbri, po, edhe ende pa shku tamam te vendi, e di që na tha nuk po e ngjesim krejt, po vetëm gjysmën, ajo gjysma u bë e plot, sepse 1738 metra i kemi ngjit bashkë me cimin atë ditë, pavarësisht, si më thonë, asaj lodhjes së mëngjesit që e patëm krejt këtu, por nuk e kemi ndi as pak kemi kënaq, një atmosferë jashtëzakonshme nga SBA Allapi ka qenë që i kalu shumë mirë, nuk e kena ni me SBA Allapin, nuk e kena ni që po ngjitëm mal. Edhe gjithmonë zakonisht në lap veç pse kanë qenë të llapit apo po thamë. Vetë tash Ardiana më edhe me të. Edhe unë jam si gjys, më kur më bën mirë thon jam. Gjithmonë si më ka këto. Po me të vërtetë, pse edhe jemi të dy bashkë sot këtu, realisht është për me tregu që ekipet të cilët funksionojnë mirë edhe jashtë kamerave me të vërtetë sillin një produkt sa do qoftë kështu i këndshëm edhe i mirë për audiencën. Mendoj shumë që kjo duhet me reflektu pastaj edhe në ekran. Edhe jam shumë e lumtur që terrenet po them në 90% të rasteve, sepse ka pas raste që edhe me kolegët e tjerë pa diskutim se cilin prej tyre. Falenderoj shumë kolegët kamerman për punën e jashtëzakonshme që e bëjnë, edhe për Jeta, por edhe për çdo program tjetër, në këtë rast tek zonin përballë Ilirin po ashtu, pa ta asnjë, si më thon, asnjë sekuencë nuk është e mundshme, edhe regjia finali realizimi, po jam shumë e lumtur që i ndaj pjesën më të madhe me shokun tim Cimin. Nuk e kisha menduar ndoshta ndonjëherë që në një vend punës arrim me pas një lidhje aq të emocionale, po themi edhe me shoqërinë, edhe me ty Fatjon që kjo ardh tash e re, gjithmonë pas emisionit na i kemi ato pauzat tonat përbashkëta. Kjo treshje fantastike që sot qëndrojmë pak më serioz, po nuk kemi realisht kështu. Megjithatë është shumë kënaqësi që përmes kësaj energjie mundohemi tek audienca me qenë sa ma natyral edhe me pasqyru diçka që është shumë ma ndryshe, ma e bukur edhe na e pak energji pozitive në krejt kaosin politik edhe zhvillimet që krijohen. Na nuk e lojmë anash asat pjesë, po sepse dhe këto hyn politika realisht, këto hyn ato mangësit që i kanë kriju ndër vite dhe që i kanë bë banorët e fshatrave me u largu prej atij vendi dhe pastaj sot me folna për shpopullim. Po, megjithatë, kur flasim për destinacione turistike, Cimi shumë mire përmendi, tha ka pas raste kur kemi shku në fshatra të cilat me dëshirën tonë ose thjesht prej vullnetit tonë nuk e kishim ditë as ka duhet me shku, edhe që ka asnjë mrekullie. Për shembull, Cim nuk e di nëse të kujtohet Mollopolci i Shtimës. Është një prej vendeve që duhet goxha kohë për me ecë, edhe me ngjit atë pjesë, po mandej kur mbrinte ajo ujvara fantastike harron që je në Kosovë. Nëse nuk ka shku dikush, ja u rekomandoj me shku patjetër, gjithmonë me sugjerime edhe prej shoqatave është një vend që nuk mënesh me besu që mënesh me gjetu në Kosovë që asë vene. Me pa veç në foto, edhe mos me ta thonë vendin që është në Kosovë, së mënesh me ditë që është në Kosovë. Ka pas bile banor vetë Mollopolcit që e kanë pyet njërin prej mysafirëve që kanë dëgju që është në Mollopol. E mos flasim pastaj, po dalim prej këtu, po kalojmë pak të rajoni i Shqipërisë për Tropojen, që i kemi pas 2 ditë qëndrimi të jashtëzakonshme atje në mrekulli Fatjon që me të vërtetë sikur të kishim shku si ekip ishim kënaqë jashtëzakonisht, falë mikpritjes që na e kanë bë Viktorin, do të me falenderu Viktorin, edhe publikisht, po edhe tash është miki yni realisht edhe kur vjen Kosovë e mirëpresim gjithmonë. Prap për te i krejt aspektit profesional është kënaqësia më e madhe kur ne arrim që këta njerëz më shndrun me çton, që ndoshta pak edhe ngarkesat tona ditore për te i punës me zgjedh me i kalu me ta në vikende, edhe me shku në orientimet e tyre kudo që na adresojnë me shku në për bukurit e fshatrave. Pa dyshim që po në fakt eksperienca shumë të mira dhe po ashtu edhe sa i përket kësaj pjese që në momentin kur e bën një punë edhe të bën mos me u duk si punë, po besoj që kjo është vetëm pjesa e terrenit, pasi që pavarësisht lodhjes dhe pavarësisht sfidave që i ke gjatë realizimit të punës në terren, pa dyshim që ne si ekip kemi po ashtu edhe momentet e mira. Cimi e di që ka goxha përvojë sa i përket kësaj pjese, nëse nuk gaboj mbi 20 vite. Unë televizion, jo 20, po 20 nashta me hije, ka më të 20, se po me e gare. Si të mos prej jetës. Rrëth 15 vite këto që. Rrëth 15 vjetë, po afer, po. Jo bashkëlota, kena shumë përvoja. Kena përvoja që na ka prish kere, s'kena mujt me shku, s'na ka qilë musafiri, s'u varë telefoni, na ka thirë vetë ves, atin s'na ka lajmëru, po këto janë këtë pjesë, kësoj farë terenit, unë e qysh ashtë ma herë, sa na bjen neve me dalë me gjiru, që adete as nuk e logariti që jenë punë,
gjithë për llogaritë si me dalë në farë, a me shku në farë vizitja, shosnije që farë sane. Edhe pse kjo pak, dhe me lip shumë punë sane, po në gjithë mirë kaleme të, qysh thashe, të pejsu dhe thesën e ka dhe kjo mas në ka thirë kjo hera. Po, realisht, po, e bojmë në ata shtesën për pationën. Po, bojnë afer. Kur po thot cimi që pak ka punën e zosh me krejt, du me përmend këto që me kolegët përgjithësi, këta e din shumë a mirë, e kanë syrin e kamerës, tashe sa ko me kamerë duar. Ne, ndoshta mundim me pas veç dëshirë me realizu një formë të stand-upit ose një interviz, po duke ecë, nuk po du me qenë statik ose krejt, po mundet me qenë tereni, kështu jo i leti për shtatshëm ose thjesht çështja e dritës e këto, që e pa mundsojnë me u realizu ashtu. Edhe më thot që kjo nuk bëhet. Në këtë formë nuk bëhet kështu, por realisht, ajo kërkesa ime po du. Thot, e di bre që po donë, hajde po e provojmë, edhe prapë se prapë ndel fjalla. Ardian, Veç deshta me kalzu një sanë, se kjo nuk e thot ato. Kjo mund të me gjeru edhe vetë emisionin, për kjo s'po kalzan. Shpesh kjo gjerën edhe vetë, atin, se unë muj mos me qilue, ose muj me qilu latë në ajsane, ose mos me qilu në formë për me gjeru e sane. Shpesh ke i merë dë lula gjerën si vasane. Nuk e ka fërtë të latë. Instruksionet që i kom su prej cimit edhe faleminderit shumë prej ti. Po nuk e kom jetë me anis kamerës, veç këto të di. Edhe besoj si dyat po befasuani që mujta me hinë së di. E ta në drejtëm, Fation, kur veç e nisëm bisetëm po se cimin e kishim prapasken, edhe kur veç tregoj ka dishmërin e ti për me ardh, e pa ta një emocion që së më ka ndodhë me jarë tjetër, e kisha frikën më shumë prej ti, po faleminderit shumë edhe po më duket që ja ke dalë shumë mirë. Si gjithë. Unë duke qenë se kemi ardhë edhe në fund, ju dë kuptoni që për shkak minutazhës nuk mundemi, me gjithatë kemi shumë gjana për me i diskutu sa i përket pjesës e terenit, po të falenderoj ty fillimisht sem që zgjidhe më ardhë, ditë më parë kur e diskutoj shumë për me juftu në studio, ke hezitu pak, me gjithë se ke thonë po, në atë dyja kemi pas kështu kur nuk e qenë ti, jo nuk vjen, po falenderit. Falenderit ty, si ku më lejmë lu në shpehet që ku me konë në studio, se kanë qef me më po, hajtë se masa në YouTube në ashtë. E kanë linkë. Falenderit për ftesën. Falemderit juve. Ardian, a na të regon pak për fund se shka kemi me po këtë javë në emisionin Jeta dhe po ashtu me të regu pak që po gjdo të pramë të mundën i me gjithë që nga ora natë. Po, Fation, fatjetër, sonte, pre orës 21, kanë edicionin e ri që kemi realizu në fshatin Burinc të komunës së Gjilanit. Falemderit shumë kolegut kameraman Alban Gashi në këtë rast që kemi qenë bashkë atje, edhe janë pamjet mrekullueshme që janë duke shfaqet edhe për momentin në ekran, të cilat flasin për vjetërsinë e atij fshati, por që pa banor edhe ky fshat është një familje, është familja Zymberaj, të cilët her pas here kthehen aty me vizitë, edhe ndoshta themi kjo ndodh në shumicën e rasteve, ka familje të cilët janë të lidhur jashtëzakonisht shumë me vendinjen e tyre, por siç e thashë edhe më parë, për shkak që kanë ndërtuar jetën diku tjetër në qytet ose thjesht kanë migruar krejt prej vendit të tyre, ata mandej nuk kthehen me qëndru kështu për herë aty, por thjesht me shtëpitë që i kanë të vjetra ose me ndonjë vikendicë ashtu që e kanë të ndërtuar për të kaluar kohë fantastike. Cimi po thotë që po flasë shumë, po më duket, po. Mjafton që keni me i pa këto pamjet fantastike të Burincës së Gjilanit. Edhe faleminderit shumë, edhe njerë Fation, gjithmonë, ku avizionit shtëpisë tonë që hapësirën aje për me të regu edhe materiat që i kemi për produktet që punojmë ne për to, edhe audienca mandeshe. Ju falenderoj shumë të dëve për energjinë dhe po ashtu që ishit pjesë programit mëngjesit. Faleminderit ty. Falenderit shumë.